Kjo është gjendja rrugës në lagjen Tomaj në fshatin Grudere, ku prej 30 vitesh nuk është kryer asnjë ndërhyrje. Rruga s'ka ndal me ikë të vorët as tanku s'ik. Qyre si rruga shihe vetë. Tash çka kemë thënë? Sa vështirë është me kalu këtu? Po vështirë, u thëmë me tank s'kale kur bje shije. Me tank. Me kanë tanku i e diram se në verë s'kalen. Sa banor ka kjo lagje? Po ka banor, ka bëllë. Pati tanë vinjet o varezat e qytetit janë një aty, varezat katolike, gruc janë një aty. Si bje kur kush mëra pa. Rruga s'ka ndalë cop. Shihe gropat vetë, qëri. E ka kupto të ashta ku më thënë, qëre pra shpisë. Del fëmija, shka të kopshti, shka të shkolla, të nditën në i rinë kam të ujë. Rruga atje ma poshtë s'ka ndalë kajtë. Atje të këthesa, atje është më zëma keshë. Ta shqa ku më thonë, në bashkë i mundësi qërë të kalëzë puna vetë, qëri pusat atje. Le matorin e makinës, do të me pagua 500-600.000 lek me arnu e tjetrin. Ta shqa ku më thonë, shpeshin e vetë. Një tu anë e këna kështu e vetë, me forësat tona, me shavare, me marina. Situata bëhet edhe më vështirë për fëmijët të cilët duhet të përshkojnë këtë rrugë të dëmtuar për të arritur në shkollë. Banorët i bëjnë thirrje pushtetit vendor që kjo rrugë të përfshihet në hartën e investimeve, pasi ajo shërben si lidhje kryesore zonës me varrezat e Grudës së Re. Shihet vetë, s'ka nevojë për komand kjo punë. Rruga është për gjithë kënd tash, kjo për makine, për njerëje, për biciklete, për klike, për çnosh dhe për ton. E mos me bën rrugën edhe si kusha me bën me këtë jetë më. A është e vështirë me kalu këtu? Po vështirë, është e sa angër pa ujtë aty. Mund është me hinë për ujë me bicikletë për dorë, tim po vetë. Ta shaba i thonë se di vanë është më keq s'ka se me kamerë deri aty. Është halla po na i godisin këtë punë. Sipas banorëve, kjo rrugë me gjatësi prej vetëm 2 kilometrash është premtuar vazhdimisht gjatë fushatave elektorale për të rikonstruktuar, por deri më tani ky premtim ka mbetur vetëm në letër.